Përshëndetje të gjithëve. Kam një pyetje për të gjithë ju që jetoni në tre shqiptare, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi e tjerë, dhe ju që gjendeni jashtë vendit. Kam disa pyetje të rëndësishme që unë jam i bindur që do t'ju bëj që të mendojeni thellë. Pikë së pari, pyetja 1. A keni parë një kinez në pronto soccorso, pra një kinez në spitalin aty ku jeni? Po flas për shembull në spitalin Itali, ose në spitalin në Zvicër, ose në Gjermani, ose në Greqi, ose në trojet shqiptare. Unë në trojet shqiptare nuk jam i informuar, për sa i përket kinezëve po flas, por është pyetje e rëndësishme. A keni parë një kinez në pronto soccorso, pra një që t'jetë vrarë, t'jetë plagosur dhe të shkoj për ndihmë? Keni parë? Janë me miliona në Evropë. Keni parë ndonjë? Unë kurrë. Pyetja tjetër. A keni parë një kinez që të buzëqesh, të lozë e të kënaqet, ose të shkojë në për barëra, të pi kafe me një të bardhë, me një njeri të bardhë? Po flas si që thonë ata, për shembull një evropian. Keni parë? Po flas në jashtë Shqipërisë, ju që jetoni në Evropë dhe ju që jetoni në tërë shqiptare, Kosovë, Maqedoni, Malizi, Shqipëri. A keni parë? Pra, ju keni parë një kinez që të shkojë në një bar, në një bar normal, po flas, të pi kafe ashtu si bën shqiptarët ose italianët. Të pi kafe dhe të kënaqet aty. Keni parë? Unë kurrë. Tjetër. Kjo është akoma më e rëndësishme. A keni parë një grua kineze shtatzane? Unë jo. Si është e mundur? E përsëris edhe njerë, janë miliona në mbar Evropën dhe në mbar botën. Si është e mundur që këta nuk i shikon kurrë? Për mos të folur pastaj për teorinë e famshme, ku thuhet që nuk kemi parë njëherë një arkivol kinez. Ju e keni parë? Unë jo. Një varrim kinez keni parë ju? Për shembull, kur vdes njeri, për shembull ne e njohim, për shembull vdes një shqiptar, ka me qindra një kolonë e madhe njerëzish që shkojnë aty e tjerë. Keni parë ju kinez në këtë formë, siç bëjnë dhe shqiptarët apo italianët? Unë jo. Ndaj ju pyes juve. Nëse do të kuptojmë këtë, pra këtë mekanizëm, do kuptojmë se për çfarë populli bëhet fjalë dhe do të kuptojmë themelet dhe rrënjët e atij populli. Shikoni, gjithë bota e përsëris merr produkte nga Kina. Gjithë bota. Dhe kinezët nuk thonë se si i prodhojnë këto. Shiko, për disa, ky duket një argument vërtet banal, por do ta ndiqni deri në fund. Unë do t'i lutesh kush shtu rastisht i bëj like faqe që shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi bërë bashkë, por ky është një argument vërtet i rëndësishëm. Do t'ju them se përse. Po pse? Vetëm Kina ka hekur metale, krom, bakër e tjerë, vetëm Kina? Ka edhe vende të tjera të botës. Pse pikërisht Kina pa fund prodhohen aty? Pse? Pra, në qoftë se ne do kuptojmë thelbin e këtij diskutimi, atëherë do kuptojmë se për çfarë shteti bëhet fjalë dhe çfarë fsheh Kina, populli kinez, që do të ndryshojë botën në të ardhmen. Ja u them të garantuar, e ka filluar që ta ndryshojë, por në të ardhmen do ta ndryshojë totalisht botën. E dini se çfarë potencë ka Kina? Nuk e keni iden fare. Me një fjalë, kinezët punojnë për 2 euro, apo 5 euro, apo 10 euro për produktet ato më banale, po flas për shembull plastikën. Por prisni, sepse nafta nuk gjendet vetëm në Kinë. Naft ka edhe në Rusi, ka në gjithë vendet arabe, gjithandej. Pse pikërisht në Kinë ka prodhimtari të jashtëzakonshme? Pse? Të mbani mend, ne kujtonim se kishim 60% të pilit botror, pra të prodhimeve botrore, që bëheshin në Kinë. Kështu mendonim. Nga momenti që Donald Trump vuri taksa, ne kuptuam që Kina prodhon 80% të produkteve në totalitet të mbar botës. E kuptuam vetëm në atë moment. Kanë kaluar vite që nga vitet 60, kur në Kinë janë dyndur dhe vazhdojnë akoma sot të shkojnë nga mbar bota dhe marrin produkte që kushtojnë pak dhe i shesin në botë. Dhe ju mendoni që kinezët janë kaq budallënj?
Ma i mend njerë, si që kam thënë, kam jetuar me një vajzë të një biznesmeni shumë të famshëm dhe evropian, dhe ai thoshte një diçka, se kemi qenë disa herë në ato zona, dhe ai thoshte që shpresojmë që këta mos të zgjojnë shumë shpejt, sepse nëse do zgjojnë kinezët, ne do të na vdesin totalisht. Sepse prodhimi që bëjnë kinezët është i vetmi në botë. Kanë disa probleme, thot, për shembull të shkrimit, sepse ai tregonte për shembull që shkrimi, kur i bën stamposën atë orat e para të tij, ishte mbrapsht. Me fjalë, shkrimi ishte mbrapsht, se ata nuk e njohin shkrimin shqiptar evropian. Pra shkrimi që parafërsisht s-n, x-in, l-n, g-n për shembull, nuk i njohin. Dhe erka nga të gjitha anët, më falni. Dhe po thoshja, dhe këta janë për punë, do të dëshiroja kaq shumë të isha në një vend ku ka ujë që të zhytesha, sepse sot jam akoma tërdjes, jam për punë. Dhe meqense u shkëputa 2 minuta, kështu doja që t'ju tregoja këtë, sepse kohët e fundit Kina po bën disa lëvizje madhështore që nuk e keni iden. Do flasim në një video tjetër, por unë doja t'ju ngacmoja sot mendimin, sepse ka shumë për të folur për Kinën, por unë sot doja t'ju ngacmoja mendimin juve. Dhe do kthehem sërish aty, por doja të thoshja një për sa i përket pilit, dhe atë që thoshte ky zotëria, që thoshte që nëse ata do zgjon, unë për mendimin tim ata ishin të zgjuar që atëre. Por nuk e thoshin, thjesht nuk e thoshin, e mbanin të fshehur. Sepse sot nuk do të arrini që t'ishin potenca më e madhe botërore. Sot potenca më e madhe botërore është Kina. Nuk ka vend tjetër. Janë të gjitha pallavra ato që fliten që jo e ka tjetri, jo njëri, po X apo Y. Jo. Kina është potenca e parë botërore. E dini se çfarë do të thotë që Kina të prodhojë 80% të gjitha produkteve në botë, të ka në dorë, totalisht në dorë. Sepse ti çdo gjë që bën në këtë planet kalon në duart e kinezëve. Dhe pikërisht për këtë doja t'ju thoshe që Kina, përveç se është një potencë e madhe, fsheh disa sekrete që ne nuk do t'i zbulojmë dot kurrë. Dhe unë kthehem prap tani tek ajo biseda e mëparshme si e fillova. Më thoni, a keni parë një kinez në spital? Një kinez, futeni ju në një spital, unë me qindra mira herë ja futur në për spitale. Nuk kam parë një kinez të vetëm, një. Dhe e dini se kush më tha këtë? Më ka thënë një miku im, një financier. Më bëri 3 pyetje dhe unë mbeta pa fjalë. Sepse ne ti jeton, dhe duke jetuar në këtë kontekst, për ty është normale. Mirë po, kur ta thot dikush e thot, 3 pyetje më bëri. Ke parë tha një kinez në pronto soccorso? Ose në spital? Mbeta. Jo, i thash, kur? Ke parë një grua kineze tha në shtatzane? Në Itali, tha. Unë nuk kam parë kur në Itali jo. Fare! Se ku i lindin këto fëmijë? Nuk e kuptoj. Dhe tjetra, keni parë një kinez, një varrim kinez? Ose kinezët kur varrosen ku shkojnë? Sepse në Varreza nuk ka një varr kinez. Që të shikosh me shkrime kineze, thua që ky është Lung Ching King Kung Chang. Nuk ka. Nuk ekziston. Atëherë pyetja është, ku i çojnë trupat e të vdekurve kinezët? Sepse siç thash janë me miliona në mbar Evropën. Këto janë, siç ju thash, janë argumenta mjaft serioze, sepse përveç se kuptojmë se çfarë janë, kush janë këta, por do kuptojmë se si funksionon sistemi i shtetit kinez dhe i popullit kinez. Janë tepër të lidhur mes njëri tjetrit, janë shumë punëtor, e mbyllin gojën, nuk flasin, punojnë, nuk merren me thashetheme, nuk shkojnë në përbarat e të tjerve, por rrinë aty tek bari i tyre. Pra bëhen mes njëri tjetrit, mbajnë njëri tjetrin, nuk vriten mes njëri tjetrin, si për shembull shqiptarët që kanë, të themi pak kështu, që zihen me njëri tjetrin, vriten me njëri tjetrin dhe acarrojnë mes njëri tjetrit. Kinezët jo. Kinezët jo. Dhe në një popull me miliarda banor që të sillen në këtë mënyrë, ka diçka të fshehtë aty mbrapa që ne duhet ta zbulojmë. Dhe siç ju thash, shumë shpejt unë do t'ju tregoj disa gjëra që po ndodhin kohët e fundit, pikërisht pra nga populli kinez. Dhe ajo që kanë për të bërë
së fundmi, kinezët, do revolucionoj gjithë botën dhe ata kur më nuk mund t'imposhtësh. Sepse kur ata kanë aleancën, jo vetëm të Rusisë, por edhe të vendeve tjera, ti nuk e çka u bën më atyre. Sepse ata e dinë shumë mirë që kanë potencën në dorë dhe njëkohësisht tani kanë dhe aleatët. Tani dikush do thotë, po mirë, çfarë të bëjmë? Të pak nuk të informohemi, sepse informacioni është dije dhe dija është pushtet, siç e kemi thënë. Kështu që unë pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument? 3 pyetjet që ju bëra, pra keni parë një kinez në spital apo në një pronto soccorso, kudo që jeni. E dyta, keni parë një grua kineze shtatzane, nëse keni parë në një varrim kinez, të disa kinezve, dhe më thoni nëse bëhen me evropianët, para të pinë kafe, të qeshin, të lozin, të bëjnë shaka kështu siç bëjnë shqiptarët dhe futen nëpër barra duke u bërë shaka. Më thoni nëse këto 3 pyetje ose 4 pyetje bëjnë pjesë në atë listën e atyre mistereve që ju njihni për sa i përket popullit kinez. Dhe nëse ka dhe të tjera, do t'i lutesh që ti shkruani këtu. Kalofshi bukur.